E njihni këtë gjethe, përdoreni në këtë mënyrë dhe do trajtoni këto probleme. Gjethet e ullirit përmbajnë substanca të cilat kanë gjetur edhe shumë përfitime për organizmin. Ajo ndalon edhe në lehtësimin e komplikacioneve të stinës, lehtëson të ftohtin, problemet të kandidës, përmirëson edhe problemet e veshit, gjithashtu dhe ato urinare. Është e mirë edhe për shëndetin tuaj. Për të përgatitur këtë recetë do ju duhet të këpusni në orët e para të mëngjesit degët e freskëta të ullirit. Sipas delsajt, ato do të ofrojnë edhe përfitime më të mira nëse i fusni në furrë për 3 orë në 60 gradë. Preferohet tharje në furrë sepse tharja natyrale merr shumë kohë dhe mund të oksidohen edhe polifenolet e çmuara. Pasi është të tharë, thermoni dhe vendosni në çdo kup nga 2 lugë çaji. Hidhni ujë të vluar dhe e lini për 5 deri në 10 minuta. Mund ta kombinoni me pak mjaltë për aromë. E konsumoni 3 ose 4 herë në ditë me mjaltë me limon të shtrydhur për të marrë vetëdijë. Por përpara se ta konsumoni, konsultohuni me mjekun nëse merrni medikamente të caktuara.